Dy ekipet e Akademisë Vllaznia kanë bërë një paraqitje të mirë, teksa kanë marrë fitore përballë ekipeve të Portos në ndeshje që u luajtë në Lezhë. 17 vjeçarët fillimisht kanë arritur që të marrin një fitore 2-0 ndaj lezhianëve, kur pjesa e parë po shkonte drejt barazimit. Palushan në minutën e 38 merr një top nga goditja e këndit dhe me qetësi godet me kokë, duke realizuar golin e parë. Pjesa e parë mbyllet me avantazhin e shkodranëve. Edhe në pjesën e dytë është Vllaznia që e dominon lojën, duke patur edhe rastet më të pastra për gol. Në minutën e 62, në një aksion sulmues të Vllaznis, një top shkon drejt Smajlit, mbrojtja vendase gabon në largimin e topit. Smajli, i vetëm me portierin, arrin ta dërgojë topin në rrjet duke realizuar golin e dytë dhe të fitores. Me këtë fitore, skuadra e drejtuar nga Nefail Xhejani është në vendin e tretë me 23 pikë, 4 më pak se Shkëndija dhe Tirana që kryesojnë me 27 pikë. Edhe 19 vjeçarët kanë arritur që të fitojnë me të njëjtin rezultat 2-0 përballë Portos në transfert. Shkodranët kanë zhvilluar një 90 minutash më të mirë, duke arritur të sigurojnë 3 pikë të rëndësishme. Dy golet e fitores janë shënuar në pjesën e parë, duke i mbytur kështu shpejt llogarita e këtij takimi. Mbrojtësit vendas në minutën e 10 bëjnë një ndërhyrje të gabuar në zonë dhe Vllaznia fiton një penallti që kthehet në gol nga Frangaj. Pa u mbyllur pjesa e parë, ka kohë edhe për një gol tjetër. Vllaznia sulmon nga krahët, një top i larguar nga portieri Portos përfundon në këmbët e Zogaj, i cili në minutën e 43 me portën bosh nuk e ka të vështirë të realizojë golin e dytë dhe të fitores. Ekipi drejtuar nga Edmond Doçi vazhdon të qëndrojë në ndjekje të Partizanit që kryeson me 26 pikë, ndërsa Vllaznia rënditet e dyta me 1 pikë më pak.